unë në luftë jam për të vërtetën dhe gjithmonë do t'i qëndroj asaj. Ta nisim nga fillimi, ç'të bëri që ti dalësh kundër Sali Berishës, sepse ishe gjithkohës pranë ti referuar faktit që ishe në sinkron të plot me qëndrimet e tij dhe atashuar pranë grupimit të tij. Pa diskutim, të njëjtat arsye që më bën ta ndiqja Sali Berishën foltore, që ishin gara meritokracia, ka qenë parimi për demokraci, ka qenë parimi që Partia Demokratike të eci përpara, të bëj progres, jo regres. Dhe një ndër arsyet që unë e mbështeta Sali Berishën dhe foltoren ishte pikërisht sepse isha e lodhur nga humbjet një pas njëshme të Lulzim Bashës. Duke ja faturuar në ato vite çdo gjë fajin Bashës, Berisha ndërmori hapjen e partisë dhe premtoi bashkimin e PD-s, ndërkohë bashkimin e bëri me Metën dhe me aleatët dhe nuk e bëri realisht me të djastët. Pastaj ishte një ndër pikat kryesore që Berisha në ato vite në foltore thoshte që deputetët duhet i zgjedhin demokratët, primaret, ndërkohë u bë një proces fasad dhe ndodhi totalisht e kundërta e atyre gjërave që Sali Berisha kishte premtuar në foltore. Primaret, siç e patë edhe juve, si në qarkun e Elbasanit, Tiranës, Shkodrës, nuk u respektuan dhe duke parë që Sali Berisha që u ndoqja foltoren, thoshte diçka tjetër dhe veprimet ishin diçka tjetër, pa diskutim që do t'i dilja kundra. Tentuat ju si fillim të flisnit me të mos iknit për një herë e kam fjalën, të mos shpallnit luftën me një herë pa i shtëruar edhe diskutimet, analizat apo konsultat e brendshme, qoftë edhe me vet Berishën? I tentove këtë forma? Unë fola personalisht me Sali Berishën dhe ja kam thënë 20 minuta para mbledhjes kryesisë që doktor, kjo është një listë humbësish. Kjo është një listë e cila nuk është listë përfaqësuese e Partisë Demokratike. Çfarë u tha? Alesia më tha mos u shqetëso, tha ne do fitojmë. Nuk e di kush i kishte fryrë në vesh, po besoj të famshmit që e shoqërojnë ngado dhe e keq informojnë ngado, dhe duke pasur parasysh listën një përfaqësuese, edhe duke e ditur rezultatin, sepse e kisha parashikuar, flas për Elbasanin që dilte 10-4 dhe 10-4 doli. Dhe unë isha shumë objektive në logjikën që kur ja thash Sali Berishës në zyrë, e kam thënë mbrapa në media dhe pastaj ka dalë rezultati në datën 12 që ishte 10-4 nga mungesa e përfaqësimit real të djastës. Dakor, tani me të tjerë demokrata aty në PD pas përveç Sali Berishës ti a fole, ideja ime është që të mos ishe e vetme në këtë luftë. Pa diskutim që kam folur. Sepse është ndryshe nëse del një grupim është kam më i biseduar fortë. me drejtuesin politik, qarkut Elbasanit, që ishte Zoti Ali Zoti, i cili është një person që ka vlera, kontribut dhe një person i cili nuk u përfshi në këto pazare. Dhe e tha hapur që kjo nuk është lista ime. E ka thënë dhe mbledhjet kryesisë që kjo është një listë humbësish. Po mirë, ai nuk doli kundër Berishës, ai e vazhdoi betejën për 11 maj pavarësisht rezultatit, kështu që ai e vazhdoi betejën. Kurse ka dalë kundër. Absolutisht, për fjalët e tij ai tha në mbledhjet kryesisë. Dhe nuk është se ishte përgjegjës për atë listë. Po nuk e shoqëroi as me akte personale dhe as me kjo është zgjedhje personale, pastaj pra, çdo individi. Unë mbajta qëndrimin tim, bisedova siç duhet bisedoja me drejtuesin politik, me kryetarin e partisë. Po mirë, të gjithë këta që kanë vendosur të qëndrojnë, të mos ndërmarrin akt si ky yti, këta janë të kënaqur, janë të gjithë njësoj, nuk ka aty njerëz me integritet që duan sikurse ty proceset ndershme? Tani, apo bëjnë kompromisin për hir të X interesi? Tani, Sali Berisha fitoi. Si fitoi? Fitoi garën e tij për të qenë numri 2. Fitoi garën e tij për t'u legjitimuar për të qëndruar në opozitë. Kryetari i opozitës, i partisë dytë më të madhe në vend, dhe kjo ishte fitoria e tij. Ai ishte kaq donte thuati? Kaq donte. Prandaj dhe lista u bë listë humbësish. Po t'i vjerë mediat ditën tjetër pasi ka dalë lista, të gjithë analistët pa përjashtim thonin që kjo është një listë humbësish. Kjo është një listë e besnikëve të Sali Berishës. Kjo është një listë e cila nuk ka ndonjë diferencë madhe me listën që ky zotria akuzonte Bashën në 2021.
Të vetmin që mungonin në këtë listë ishin Basha dhe Agon Shehaj. Kjo Mira, ishte një listë e ditur. Besnikët e vet që i vendosi tek listat e mbyllura, po për pjesën që i nxori tek listat e hapura, në zonën e rrezikut, nuk besoj se vlen edhe njëjta gjë të thuhet, apo? Po kush nga ato hyn më i zënj? Më fal, Jurida Tabaku për shembull. Jurida Tabaku ishte një figurë, ishte një figurë e cila në opinionin tim personal meritonte të ishte në listën e mbyllur të Tiranës për shumë kontribute që i ka dhënë Partisë Demokratike. Po pse vendosi në zonën e hapur Berisha, mendon ti? Sepse nuk ishte besnike Berishës. E pra, për këtë po të flas. Pikërisht kjo ishte arsyeja pse zonja Tabaku nuk ishte pjesë e listës mbyllur, për mos e meritonte, për qytetarin, për vlerat e treguara, për luftën opozitare që ka bërë. Por që unë dua të ndalim tek një pikë shumë specifike. Këto individ janë individ që i shërbejnë vetëm interesit personal Sali Berishës, që ishin te lista mbyllur. Këto janë për të ruajtur legitimitetin e Sali Berishës si kryetar. Dhe janë pikërisht këto individ shkaktarët e humbjes 11 majit. Dhe po këto individ sot kritikojnë zërat cilët thojnë të vërtetën, siç jam unë, siç është zoti Sula, edhe shumë e shumë tjerë. Dhe këto thonë që individët që dalin nuk arrini të ndryshoni diçka konkrete. Po pa diskutim neve që duke e folur problemin në çdo media jemi duke ndryshuar opinionin publik. Sepse ashtu duhet të ngrihet baza, masa, demokratët. Ne na përshëndesin shumë demokratë. Nuk është se demokratët nuk dëgjojnë. Nuk është se demokratët janë të lumtur nga ky rezultat. Të lumtur janë vetëm besnikët e Sali Berishës. Ato janë të lumtur sepse vetëm ato kanë fituar. Ato do marrin dietat, do marrin rrogën, dhe pastaj do pranojnë rezultatin. Se nëse kjo është farsë elektorale, ti pse do hysh në parlament dhe do paguash me taksat e qytetarëve? Ti prap bie ndesh me atë që thua. Po, bie ndesh me kauzën e vet. Ti këtej thua më vodhën këtej gzon se ruajte mandatin në Lezhë. Po, është paradoks. Tani, ka nisur një lloj procesi, javën e ardhshme nis më saktësisht, rinumërimi i votave në dy qarqe të nda, sikurse është Tirana dhe Fieri. Vetë Berisha thot dita ditës që unë nuk pres asnjë ndryshim rezultati, renditje etj, por e dua këtë proces vetëm për transparencë. Ndërkohë ka shumë kandidatë demokratë që pretendojnë se janë bërë manipulime edhe nga vetë komisionerët demokratë, për shembull Aulon Kalaja, Ilir Ali Mehmeti. Çfarë do të nxjerrë në pak procesi i rinumërimit të votave, mendon? Atëherë, kjo procesi rinumërimit i shërben Berishës për të shtyrë këtë agoninë që demokratët pranohen me faktin që dhe këto zgjedhje u humbën. Çfarë do sjellë ky proces? Është e turpshme, do sjellë faktin që demokratët kanë tjetërsuar votën e njëri tjetrit. Për mua në qarkun e Durrësit absolutisht është fitues Aulone. Është fitues, është i zgjedhur i qarku Durrësit, i qytetarëve. Po do ndryshoj kjo rezultat? Nuk besoj se rezultati i shndron. Edhe e kam thënë në një studio tjetër, më erdhi keq kur pash Aulonin që thoshte pse nuk jam un deputet kur ka marrë kaq shumë vota, nuk je sepse nuk donte Berisha. Po mirë, ta komisionerët me urdhër nga lart i kanë bërë këto manovra, mendoni ju? Tani tjetërsimi i votës brenda se nuk bëhet ai shkollaj kjo punë. Brenda për brenda. Me aq vëzhgues sa ka gjatë numërimit. Ka diçka që vota për shembull preferenciale është dhe vota që shkon për partinë. Po. Tek vota që shkon për partinë, aty duhet bërë manipulimi, mendoj unë. Po mirë, luhet edhe me fletët e pavlefshme etj. Po, janë një sër faktorë që duhen analizuar, po nëse ka ndodhur realisht kjo, atëherë duhet reagojë spaku dhe pa diskutim duhet i arrestojmë flagrancë nëse ka ndodhur. Flasim gjithmonë, është një gjë që i përket institucioneve të drejtësisë që ta zgjidhin. Dhe për mua pa diskutim që çdo kandidat duhet të ketë drejtën e tij për rinumërimin e votave, të ketë drejtën e tij që çdo proces demokratik të jetë transparent. Se për çfarë do ekzistonte demokracia? Nëse nuk do kishim transparencën për votat e qytetarëve. Në Partinë Demokratike u bë një deklaratë fortë në Partinë Demokratike, them e bërë nga Adriana Kalaja, një tjetër kandidate që nuk arriti të futej në parlament. Për Jurida Tabakon, shumë kush e lexoi si dirigjim nga vetë kryedemokrati, sepse nuk mund të ndërmerrte vetë zonja Kalaja një sulm të tillë kaq të fortë etj. Çfarë besoni ju se fshihet pas kësaj? Zonja Tabaku është një qendrestare, është një zonjë, është një demokrate.
por mbi të gjitha është një femër e cila i ka shndruar kauzave të saj. Çdo fjalë që hidhet mbi të bëhet për shkak një xhelozie personale të individëve të caktuar që duan të ndosin. Nuk ka lidhje këtu Berisha thoni ju? Të ndosin emrin. Unë nuk mund të flas pa fakte. Unë mund të flas këtu për procesin, mund të flas vetë zonja Kalaja, ne kemi parë materialet që dolën në media nga takime me demokratët, me dyert mbyllura, se si shprehte pak kënaqësi për rezultatin e 11 majit, madje donte edhe të largohej derisa Berisha të reflektonte, por pastaj hodhi poshtë këto edhe nuk është se ndërmori ndonjë akt. Pra, ka edhe nga ata që duket se do të shpërthejnë në një moment dhe sërish tërhiqen, bëjnë një hap pas. Nuk ka revolt në Partinë Demokratike. Janë individ cilat nuk i shndrojnë besnik askujt dhe asgjë as vetes tyre. Ky është komenti im.